Ministria e Shëndetësisë ndërgjegjëson qytetarët në javën e parandalimit të infeksioneve. Nga Qendra Spitalore Nën Tereza, doktoresh Esmeralda Meta rekomandon vaksinimin e popullatës si masë mbrojtëse ndaj pandemive dhe infeksioneve. Infeksionet e ndryshme zënë një peshë të madhe për sa i përket shëndetit publik. Mjaft më mirë flasim epideminë dhe pandemitë e shpërthyera, të cilat tregojnë çfarë impakti kanë infeksionet në shëndetin publik në të njëjtën moment ose periudhë kohore. Natyrisht që infeksionet janë shumëta, ka nga ato që kanë prioritetin më të madh në mënyrën e përhapjes, transmetimit dhe gravitetit ose pasojave që lënë në individ të ndryshëm. Natyrisht kjo është java parandalimit të infeksioneve, qoftë infeksioneve që ne quajmë komunitare, që gjenden në popullat dhe në kohët moderne të sotme flitet edhe për ato që quhen infeksionet spitalore, që dhe ato kanë marrë trend në rritje. Në të dyja rastet, sensibiliteti duhet jetë i lartë. Natyrisht, ne jemi të rrethuar nga mikroorganizma, të cilët herë sillen si normal dhe herë sillen si patogjen. Nëse do i referohesh a infeksioneve respiratore, sidomos për grupet në risk, dhe grupet në risk ne quajmë fëmijët, i quajmë grup moshat e treta, personat të cilat janë me smundje kronike ose smundje të cilat ulin imunitetin, siç janë neoplazit ose tumoret ose që janë në terapi të tilla, të gjithë këto janë grupe në risk. Rekomandohet që në periudhat të shpërtimit të infeksioneve të tilla të kenë parasysh mos qëndrimin në vende të grumbulluara, përdorimin e maskave, mbajtja e higjienës personale dhe ambientit përreth. Për të gjithë infeksionet respiratore të cilat kanë vaksina, sikurse është gripi, sikurse është Covidi apo RSV-ja, rekomandohet vaksinimi në periudha të caktuara, siç është periudha e heshtës ose dimrit. Kujdes nuk duhet kenë vetëm personat e grup moshave, por edhe persona që jetojnë me këto grup mosha, shpesh kanë edhe infeksionet seksualisht të transmetueshme, që dhe ato kanë masa të tjera mbrojtëse dhe parandaluese. Jo vetëm marrjen infeksioneve që kanë rrezik për jetën, por edhe ato që prishin cilësinë e jetës apo lën pasoja, madje edhe në fertilitet. Duke respektuar këto masa parandaluese, të minimizojnë shanset e marrjes së një infeksioni të tillë dhe transmetimit tek të tjerët. Institucionet shëndetësore në Shqipëri kanë nisur fushat ndërgjegjësuese për vaksinimin e popullatës, duke treguar se vaksinimi është e vetmja armë për të luftuar pandemitë dhe infeksionet.